Me datë 12 korrik të vitit 2022 ka nisur zbatimi i kontratës mirëmbajtje me performancë akseve kryesore të rajonit qendror dhe veri lindor, kontrata B. Kohë zgjata e kontratës ishte parashikuar të zgjasë 48 muaj që praktikisht i bie të ketë përfunduar 3 ditë më parë. Vlera e kësaj kontrate ishte rreth 14 milionë euro, e cila u fitua nga Alko Impex. Autoriteti rrugor shqiptar ka tenderuar sërish këtë kontratë për 48 muaj të ardhshëm. Kontrata B mirëmbajtje me performancë akseve kryesore të rajonit qendror dhe veri lindor për periudhën në vazhdim ka një vlerë prej 11 milionë euro, 3 milionë euro më pak se kontrata që është mbyllur. Por procedura e tenderimit të kontratës në fjalë nga ARSH për periudhën në vazhdim është anulluar duke u rishpallur si procedurë. Burime për matë televizion bëjnë me dije se ka patur disa ankesa nga operatorë të ndryshëm që kanë marrë pjesë në garë, duke cilësuar shumë nga kriteret si përjashtuese për subjekte që duan të zbatojnë një kontratë të tillë dhe kanë dhënë ofertën e tyre. Procedura është rishpallur për të përzgjedhur më pas kompaninë apo bashkimin e kompanive që do të mirëmbajnë rrugët që përfshihen në kontratën B, mirëmbajtje me performancë akseve kryesore të rajonit qendror dhe veri lindor.